Miq të emisionit për tetra ditës, kemi ardhur në fshatin Kaçivel, i cili ndodhet vetëm 5 kilometra larg qytetit të Gramshit dhe 15 kilometra deri në Corrik. Por reforma territoriale këtë fshat ja ka kaluar bashkisë Elbasan, të cilët detyrohen të bëjnë më shumë se 42 kilometra për të marrë një shërbim sa më i vogël. Le t'i pyesim banorët sa të vështira kanë dhe pse ka ndodhur ky gabim që mund ta quajmë. E ndjekim. Por si fshati ju i ka kaluar Elbasan? Po Elbasani i ka kaluar 100 kone mundi. Sa të vështirë keni ju për shembull, se nëse do ishit në Gramshi, si do kishit marrë? Më mirë do ishte. Po do ishte e kemi më afër. E kemi më afër se ne na këtu. Vesh në Elbasan do 2000 lekë në autobus, 3000 në taksi. Na këtu që kemi komunën, e kemi në Tregan, do 3000 lekë vesh, 3000 vish. 6000. Ka që në Gramshi kemi 1000 lekë me 2000 lekë. Deri ke komuna e Pisha në dhe. Kemi më afër për komunë. Se të vesh në Tregan. Po këto shërbime shëndetësore? Shërbime shëndetësore marrin në Gramsh, gjithmonë në Gramsh. Ka si vështirësi sepse ju Jo. si le banime keni në Elbasan? Jo, fare. Kemi dy të hapura. Po. Tani të vërtetë. Kemi dy të hapur kur vem në Gramsh. Sa shtëpi ka ky fshat? Unë këtu jam për vjë, 17 shtëpi janë bërë, 18. Elbasanin e keni 40 km. Gramshi 5, Kogoslimin Corrikin 15. Se ka ndodhur kjo me? Kur i gjonda në këndosh, ima të kone kooperativë këndosh, ima ka të postimet të rëndë. Ja, postimet në ka në lejtë, po, ima e kemi bashkëtë. Ka probleme ashtë? Po shumë probleme, se sa më afër në mirë është. Ta e di. Sa shtëpi ka ky fshat? 30 shtëpi. Që kur e bërë ndarja në fillim, që u bërë të ndarët e tyre që prish sistemin, edhe në kalu që zonë malore, gjohë e kishë molestira në kërë kishë molestira, i bashkë kishëm shumë ke pune tokës, vëshëm paguj taksa më shumë, apo këto. Po këto e bëshë të zonë malore, zonë Tregan. Fakt e kishë në kemi qenë në kooperativë në Gostin, edhe më mirë dhe ishë të ishë në bashkë të Corrik, po shë në bjanë. Reale kjo. Tani unë për shembull, ose fshati për shembull këtu do vej e ka komunën në Viç. Prisë si ka familjar, ishte që ka që ndodhë, se i diçka që do shkoj do paguaj 10.000 lekë, që vetë edhe vi, prisë. Po të shkoj në Gramsh? Po të shkoj në Gramsh, 1.000 lekë, 2.000 lekë. Jo më shumë. Ishte këtë i marë. Kemi afër valla. Nëse kjo është ekonomi tregu, për shembull unë në vërtetë do shkoj në Gramsh, 1.000 lekë paguaj nga ftus në Gramsh. Po të ka këtu dhe në Elbasanu, do 2.500, 500 lekë vetëm rruga. Me e zeshtë të në? Po këtu zakonisht më shumë, me lekte kush ka i lopë, kush mban i bakti dvongë në tela, po rri. Këtoj. Për shumë vizet se deri atje në kthes
Ka ajo që u bërë ajo atje, ka qenë këte në Gramshin, fillim parë, para luftë. Pastaj kemi qenë në Gramshin. Synë në Gramshin, këte në Rigo, pastaj në thunë në Tregën. Sa të vështirë keni për të shkuar deri atje? Atje kemi shumë vështirë. Ju për shërbimin më të vogël shkoni ku e bëni? Ku i merrni shërbimin? Nisë në marrë të në ujtë. Tregën kemi në ujtë. Muna në Tregën. Shërbimet rritën? Po në Gramsha banë? Po farë banë, që të bëni? Ju jeni si pike orientuese për të trija këto që... Po, që të bëni? Keni bërë në jetë të tjesë për të kaluar ose bashkisë të rritë, ose bashkisë Gramsh, si fshat. E kemi diskutuar një këtë më bedë për të një letër në parlament e shtrohet, edhe të nga këthenin me Gramshin. Sa lehtësi do ju krijon të juve? Po lehtësi do në lëson të shumë, se kemi ma hapër, çdo gjë jemi Gramsh. Për pazarën, për to gjëra shëndetësore, Gramsh. Gjithë edhe këto plerat kimik që merrni edhe Plerat kimike i marrim në Gostin. Po. Kemi ma afër. Ma afër e kemi Gostin, se Gramsh. Për bështin i marrim të komplet në Gostin. si bashki ju merr Elbasani. Po. Mjekësinë e bënin Gramsh, Po. dhe unë e merrnin të rritë. Po, i merë si ku të kesh Leverdi që dhe vesh i qikë ma afër. Po ku keni për shumë për të marrë një shërbim mjekësor, ku e bani? Edhe në asë gjendë dhe në Gramsh. Po gjesh. Tjera përse në të në poshtë në Elbasan. Keni bërë kërkesë si banor që të bëjë të ndryshime? E bërë në kërkesën komunë. Së në kërë përgjigje komunë. Në bujësime, në. Si është jeta? Po punore, dash, s'punore. Ok, Po të në shqiptarë, keni nuk kemi. të Kemi në fshatë sipër. Janë dy gacivella. Pa ajo e ka. Atje kemi edhe. Kemi. Po. Po shkollë? I copë shkolla kemi këtu në, po shkolla në Kaqëvelsin, po ne i bëjmë një i qenë në Gostin. Këtu kemi pikë dobë të fëmijë. Po, po. Kam 6-7 vjetë që qoj fëmijët në Gostin. Nesën venit. Me shpenzimet e mija. Tonë e këtëm me shpezire vetë. Po, po. Na japin 20-30 leka, du se japin asë që jam interesu fare se sa mjek. Po, mu më leverdisti i marrin fëmijë tu, i qënë shkollë, një biri këtu. Kurse do ishit me Gramshin, do të ishit me mundësi më afër? Këtu nuk e di. S'ka dhe ndriz, janë o mirë shkolla, nuk e di dhe një, po. është një. Në Gostin e kemi, janë mësus shkyllqyë. Për mësim, dhe reqavës. Kjo pjesa që shkoni për të marrë dokumente ose për të bërë një ankesë pranë bashkisë Elbasani, në në që Po në mundon se i kemi largë, po. Do gjithë dhirë ndreshe, po. Dvesh, dvishe, jenë, se jenë, e kapët të buzë, se kapët, ka orare, ty tikin, a i jenë ato atje, se jenë. Shu që ti këndita. Ti do ishte zgjidhja më e mirë të një. Më e mirë do ishe me Gramshin, në një. Pikë. Zgjidhen më mirë të ishin me Gramshin. Sepse kemi mapa. Bashkia është aty, komuna aty. Ne komuna kemi Tregën. Po do të hypsh nga Trega, do hypsh ato buzët vesh në Elbasan. A jenë, as jenë atje.
shkosh ke si administrative do iksh këtu do shkosh në Elbasan. Në Elbasani pastaj Do vesh në komunë tretën prapë. Për ne është shumë keq, për ne sidomos ne shumë keq. Fshati jonë. Dhe hysh makinës tua do përdrejsh dhe vesh shirjen pa dalish muqen pa të kthesh dhe he për Elbasan, pa të vesh në Elbasan, vesh dhe njerën, tregan, a maron puna s'maron, pa do vish dhe he këtu në Gramsh. Ne Gramsh në Alegike. Gramshën e kemi më afër dhe kemi, domethënë, për çdo gjë shumë më shpejt në Gramsh. Për një vizitë, për një diçka, për një, domethënë, për një emergjencë më shpejt, për shembull, në Gramsh shkojmë. Për çdo gjë shkojmë në Gramsh. po fëmijët e shkollën, fëmijët e këtij fshati ku bëjnë shkollë? Po fëmijët e fshatit e bëjnë ikin, i çojnë prindërit, i çojnë në gostim, i çojnë të rrik. S'ka as fugon, s'ka as shkollë, s'ka as ambulancë, s'ka as i gjë, s'ka është tur, për është 2025. Qa është, nuk e di, çdo fshat për shembull mund ta ketë një ambulancë, një shkollë fillore. Ktu jemi 20 familje, 22 familje, po thuj. Bile se janë shtuar akoma, veç po shtohen, domethënë fshati po mbushet. Ju jeni fshati që Gramshi dhe Corriku në keni më afër, por ju merr bashkinë e Elbasanit. Po, na merr bashkia e Elbasanit, po për çdo gjë për shembull që kemi të emergjencë, për ta thashë që parë që shkojmë në Gramsh. Ta merr kryesisht banorët aty. Me qa merr me bujqësi, me punë, më shumë kanë ikur. Ktu mosha e vetëm mua më shef. Domethënë, sepse unë kam pleshë, jemi me pleshë, s'kem ata që s'ja marrin nga tikin, domethënë, ata janë këtu, domethënë. Ti je më i ri. Më i ri fshati, s'ka me, tjerët janë janë 60-70 vjeç. Po unë janë në këtë. Ujt pishëm, neve kemi një, domethënë para ca vitesh, e kemi pas në shteti, domethënë kemi një puset madhe poshtë rrugës nacionale, domethënë që kemi për në Gramsh, aty kemi pusetën e fshatit, edhe tashti më përpara i kanë vjedh pompën aty të puseta atje, kanë vjedhur pompën, tani kemi erdhë një ata, jo kush da marrë, jo kush da ruajnë, jo kush da shu, që atëherë në kanë lanë pa ujë. Se të vëmë mundësia Po. në një intervistë. Po dhe frekuentojt bashkisë Elbasanit, në Elbasanit dhe Na shikojnë e qik, na shikojnë se s'na ka parë fare ku në botë. Edhe kjo rruga që është bërë nga ke asfalti deri në kryet fshatit, te e bën, domethënë për punë votëshme kështu që ajo domethënë u maru be që kismeti jonë. Sepse neve nuk na ka shikuar kur këta që janë sot. Fshatin ton, flas për fshatin ton. Nuk i kanë kthyer njerëz syt nga neve për shkakun që të bëjnë një diçka. Miqtë e emisionit për Tetra Ditës, këto ishin hallat dhe shqetësimet e banorëve të fshatit Kaçivel, të cilët janë nën administrimin e bashkisë Elbasan dhe shërbimi shëndetësor e marrin në Gramsh, ndërsa dijen shkojnë e marrin në bashkinë Corrik. Ne do ta takojmë në emisionin e radhës.